Ndërkohë shikues flasim me ekspertin për çështjet e sigurisë, zotin Bedri Elezi, por këtë mozaik të rreziqeve në përgjithësi për armët e fshehura në veri, për luftën hibride dhe për stabilitetin në rajonin në cilin jetojmë. Zoti Elezi, faleminderit që na u bashkova sot në studio. Faleminderit për ftesën. Çka tregojnë konkretisht këto municione, armë të tjera të gjetura në Zubin Potok? A janë mbetje të vjetra që i zuri policia e Kosovës apo një paralajmërim për një destabilizim të mundshëm? Në fakt do doja që të ishin mbetje të vjetra në fakt, referu deklaratave zyrtare të institucionit në Republikës Kosovës që moti, dhe me thonë, veriu ka përfundu së rrezikuar i Kosovën, që moti janë largu të gjitha armët dhe persona që rrezikojnë në veri, por në fakt, sa herë që policia e Kosovës ka ndërmarrë aktivitete operative në drejtim të 4 komuna me shumicë serbe në veri, ka gjetur arsenal luftarak. Për mua, kjo tregon që ai vend mbetet akoma boremi jo sigurisë dhe se është zonë ku përdoret nga Serbia për të sjellur armatime të ndryshme ko pas ko duke përdorur rrugë të ndryshme, qofshin rrugë ilegale apo forma të tjera siç e kemi mësuar e kemi parë se në të kaluarën përmes ambulancave kanë sjell armë të ndryshme. Gjithashtu si po sillen këto, si kanë hyrë në Kosovë? Unë besoj që janë rrugë ilegale. Ne kemi thënë edhe të kaluarën që është shumë problem e gjithë territori me Serbinë kontrollohet dhe jemi të sinqert, nuk ka një performancë edhe të mirë të institucionet të zbatimit ligjit, policisë, KFOR-it në këtë rast, sa i përket çështjes kapjeve armatimeve në drejtim të hyrjes së Republikës Kosovës. Derisa nuk kemi të dhëna statistika që na lënë për të besuar se institucionet tona kanë një performancë të mirë atje. Për shembull, kanë ndalu këtë ditë futjen e armatimit, kanë kapur grupe duke i fut. Edhe derisa kemi raporte edhe publike të institucionet tona në lidhje me kontrabandën. Ata që mund me kanë kontrabandu vaj, sheqerë të tjera kontrabandojnë edhe armë. Madje shpesh herë ne në aspektin e sigurisë mësojmë defokusimin. Shpesh herë domethënë forcat operative, përkatësisht policia mund të themi të defokusohet duke provoku lëvizje të tjera që lidhen me kontrabandën, e që fokusi i policisë Kosovës, lëvizja e tyre mund të jetë në drejtim të asaj luftimit asaj kontrabandë dhe në anën tjetër të kalohet lirisht me municione armatime. Serbia i njeh këto metoda, edhe një avantazh që e ka Serbia, e që në fakt institucionet tona as nuk diskutojnë, as nuk e kanë ngritur së shqetësim, çështja se Serbia po përdor dron me kontrollu territorin e Republikës Kosovës, e unë besoj, jam i bindur që këto dron i krijojnë hapësirë për parësi grupeve kriminale, terroriste serbe, për të parë lokacionet, për parë vendodhjen e policisë së Kosovës dhe lëvizjet e tyre bën krahas, për shembull një sizvije Xhelbert të policisë Kosovës. Policia e Kosovës e mbulon vijën kufitare përmes një sizvije Xhelbert, që është një njësi e specializuar sa përket çështës së kontrolleve të kufeve, e që në fakt mundësia e përdorimit dronëve në afërsi nga Serbia, ku kanë mundësi për një perimetër goxha serioz me situatën në zona ku është duke operu, ku është duke lëviz në momente të caktuara me policia e Kosovës, krijon rrethana dhe favore për grupet kriminale radikale e mund këtë rast edhe terroriste për me përfitu në situatë për me sjell armatime të ndryshme në zona të ndryshme të Kosovës. Prandaj kujtoj që krahas këtyre dyshimeve, institucionet tona do të pas dy mundësi, do të më kriju dy mundësi. E para antidronët, të cilët duhet kemi minimalisht 10 baza duhet të kemi në gjitha territor, cilët kapin frekuencat të qarkullimit të dronëve, e që në fakt fokusi institucionet tona mund të jetë krahas lëvizja atyre dronëve, me kuptuar se ata po krijojnë pamje. Edhe që ka pas raportime që dronët serbisë janë futur edhe brenda, madje nëse nuk gaboj është rrëzuar një dron i tyre, e që është konstatuar që s'ka pas armatime, po që qëllimi i tij ka qenë sjellja ankora reale e gjendjes faktike përmes video fotografive, e që janë përdorur më pas nga grupet kriminale, radikale e terroriste të tjera për me kalu lëshëm duke i monitoru policinë e Kosovës. Po mirë, të gjitha këto çka tregojnë se ka në veri se mund të ketë struktura të organizuara në këto 4 komuna apo grupe të cilat funksionojnë pa një komandë reale? Situata ka degradu. Pasi që komunat me shumicë serbe kanë kaluar në duart e listës serbe,
strukturës politike që qeveria e ka konsideru organizatë terroriste. Nuk ka shpall kë organizatë terroriste. Ne ka konsideru, madje kemi pa deklarime publike të vetë të udhëhesve të subjektit që udhëheq me qeverinë e Kosovës, po vetë kryeministri ku ka citu, edhe pse nuk është qeveria ajo që ka drejtën me shpall në strukturë është apo jo, ne e dimi Kosova ka strukturat e saj, përfshi edhe mekanizmin e drejtësisë dhe sigurisë, cilët kanë mandat ligjor për me hetu, më pas edhe me vendim të gjykatës, sidomos shkallës parë, minimalisht nëse jo të formës prerë, me konstatu që kemi një organizatë terroriste. Megjithatë e ka qujt të tillë, dhe unë besoj që kur flet një kryeministër, kur flet një ministër, është niveli më i lartë i deklarime për përfaqësim. Prandaj mund të them që referu të gjitha këtyre, atëherë me të drejtë unë mund të them që mund t'i citoj si organizatë terroriste, gjithmonë duke u thirrur në deklaratat e tyre. Këto lëvizjet e tyre, këto angazhimet të reja, unë besoj lidhen me kontrollin që tani lista serbe e ka në veri. Të jemi të sinqert, derisa lista serbe ka arrit me largu një numër të madh punëtorëve atje, derisa ka arrit me largu shumë aktivitetet të cilat mund të konsideroheshin të aspektit të integrimit, po dhe të kontrollit, atëherë mund të them që është një lloj inkurajimi i grupeve kriminale të Serbisë, i hapur korridore, thjesht e keni pa që komunat kanë fuqi, kanë ndikim me kërkesat e tyre në raportet e stacioneve policore, thjesht një kryetar komune kërkon nga komandanti i policisë për me zbatu çështje të caktuara, me çka edhe e shfrytëzon e konsumon kapacitetin e sigurisë edhe në një forme çaj shfrytëzim mund të mos shërby pe mekanizmave të tjera. Tani që Serbia në Kosovë operon me shërbimin e saj sekret dhe zyrtarët e saj operativ të inteligjencës BIA serbe kanë provojë ata, kanë kapacitete. Sa thellë operon në Kosovë? Por nga sa lart ose sa thellë? Por nga arrestimet e fundit që janë bërë në Kosovë, dënimet që po bën, atëherë ne mund të themi që është në nivele alarmante. Në institucione? Edhe në institucione, e keni parë që dyshimet janë edhe për pjesëtarët e policisë Kosovës që janë përfshim, pavarësisht se ato janë nga komuniteti serb, ju e pat për shembull se janë pjesëtarë policisë Kosovës madje, kemi parë për shembull dyshime të cilat janë ngritur nga përfaqësues subjekteve politike, qoftë edhe në kuvend edhe për politikanë, siç thashë më parë, vetvendosja e ka cilësuar organizatë terroriste vetë subjektin i cili ka qenë pjesë e legjislaturës dhe qeverisë në kaluar, dhe këtë këto të dhëna publike, këto statistika publike e tregojnë që shërbimet sekrete serbe janë duke operu brenda fuqishëm. Madje rasti i fundit të dënimit të Hizret Selimit në Gjilan, i cili kishte punuar në drejt për me rekrutu, me radikalizu Kosovën, edhe me kriju një rrethon të re për një performancë sa i përket dobët të institucionet tona në luftimin e terrorizmit islamik, tregon apo mund të themi janë të dhëna të cilat ne nuk mund të sfidojmë, janë të dhëna me të cilat ne duhet me u ballafaqu, e që në fakt që e krijojnë pasqyrë ndryshe sa i përket ndikimit shërbimeve sekrete serbe. Nuk ka mundësi me konsideru që s'është në nivelin më të lartë operativ shërbimi sekret serb, derisa ne kemi një numër kaq serioz të arrestuarve, edhe një numër që në fakt po konsiderohet që mund të jenë pjesë e hetimeve në tarmën. Prandaj nderuar, me keqardhje mund të them që Kosova është e prekur seriozisht, sinqerisht, madje duhet përmend dy fakte shumë të rëndësishme me shton partnerët tonë, si për shembull Kroacia e ka arrestu një zyrtare e cila ka arrit me të përtu edhe në institucione ndërkombëtare, që KFOR-i, që do thotë se aty janë shqetësimi i dytër se Kroacia nuk ka nda me Kosovën në informacionet për rrezikun që i kanosë Kosovës nga personi i cili ishte arrestuar më pas. Janë dy shqetësime. Edhe se një shtat tjetër ka arrit me gjithë ndikim spionazh të Kosovës dhe se ka nda informacion në momentin kur një shtat, po besishmëria është në pyetje, domethënë në këtë rast ne kemi marrëdhënie me kemi të mira, por Kroacia nuk e ka ndajur deri që institucionet tona sigurisë kanë marrë vesh prej mediave që është arrestu një qytetare e Republikës Kosovës, e cila kishte kryer veprën e spionazhit kundrejt rrezikut që i shkaktonte institucioneve ndërkombëtare. Është thjesht një dëshmi e cila është konfirmuar në momentin kur fati ishte nënë në qytetarë për ta kuptuar përmes publikut, përmes adresimeve publike, përkatësisht medias që është shumë e angazhuar qoftë në rajon edhe në Kosovë, e për
diçka dhe kemi mësuar, por që nuk kemi pasur në dijeni paraprake. Kjo tregon që autoritetet kroate, edhe pasi që e kishin arrestuar dhe pas një kohe, nuk kishin shkëmby dokumente apo informacione me institucionet të Republikës Kosovës, që tregon në nivel të lartë mosbesimi në raport me institucionet të sigurisë. Dhe pse ndodhin këto, i nderuar? Ne kemi shqetësime publike në lidhje me atë se si qeveria, autoritetet e kanë shfrytzuar Agjencinë Kosovës për Inteligjencë. Madje kemi probleme në raport edhe me mediat. Dhe kemi çështje të cilat janë ngritur për nga gazetarë, të cilët konsiderohen që janë duke u përndjekur. Këto dhëna trajtohen nga shërbimet partnere, nga vendet partnere. Dhe askush nuk mundet me operu, me bashkëpunu me një strukturë e cila konsiderohet që është në shërbim politik. Ne e dimi që agjencitë e zbulimit, që është Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, do të më shërby kombit dhe partive politike, jo pushtetit. Prandaj ai shërben kombit? Ai shërben agjendave politike? Unë doja që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë të shërbej, do thotë kombit. Që të më thonë nuk i shërben? Nuk isha guxuar me thonë me saksi që nuk i shërben, por ka mjaft kritika, ka mjaft shqetësime, madje edhe si sa më parë edhe gazetarë të cilët e kanë konsideruar veten të rrezikuar nga veprimet e zyrtarëve operativ të Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë. Pastaj kemi edhe raste ku për arsye politike brenda Kosovës apo faktin janë cilësu kështu. Unë nuk e jap drejtën vetë mi cilësu të tilla për faktin që janë vetë protagonistët. Nga kush i cohen, zoti Elezi, ose ku mund kërkojmë zgjidhje të problemit? Në fakt, nëse është kështu, në fakt pyetje shumë e vend. Shqetësimet kryesore të qytetarëve të Republikës Kosovës janë pikërisht se ku të adresohen këto përndjekje. Agjencia e Kosovës për Inteligjencë në kuadër të organizimit të saj e ka një institucion i cili e mbikëqyr, e që është në fakt inspektoriati i Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë. Po dhe inspektoriati është vendosur politikisht në pozitën kryeinspektori është vendosur politikisht, do është person politik e që në fakt deri më tani të paktën. Kujt i shërben? Po sipas rregullave duhet të shërbej shtetit, po deri më tani nuk ka dhënë edhe një shenjë të vetmën që i njëjti ka iniciuar një procedurë kundrejt një zyrtari të Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë për përndjekjen e një gazetari i cili publikisht e ka akuzuar se kanë vendosur mosa mjetë përgjuse në veturën e tij. Para mendo, derisa unë, si ekspert sigurie, nuk e posedoj një dëshmi a publike apo formave të tjera të komunikimit se Inspektorati i Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë ka iniciuar procedurë kundrejt X zyrtarit operativ ose kundrejt departamentit të caktuar brenda Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë, se të njëjtit në mënyrë kundërleshme kanë përndjek, kanë përdor pozitën e tyre zyrtar për ta survejuar, vëzhgu, përgju, përndjek personin e caktuar, atëherë unë konsideroj që ky institucion është totalisht në shërbim të vet Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë, e të cilat në fakt janë të fokusuar në agjenda politike, jo në agenda të cilat lidhen me sigurinë. Dhe një fakt tjetër që do ta përmend publik. Ju e keni parë që me budallallikun më të madh shpesh herë disa operacione ose disa veprime të institucionit të sigurisë është përmendur Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, duke e dashur që ta tregojnë që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë është këtu dhe po punon fuqishëm, e kanë diskredituar duke e treguar që ka mundësi, fuqi, kapacitet përfaqësuesi politik ministri punët mëshme ose kryeministri e me folë edhe në emër të tërë dhe me nda çështje që në fakt ligji i ka rregulluar këtë çështje. Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës, çfarë do që ato bëjnë, janë punë të cilat do t'i drejtohen prokurisë dhe gjithmonë në një shtet serioz, në një vend serioz, është Policia e Kosovës që i adreson çështet nëse është nevojshme, edhe kur ka phishing për shembull, edhe kur është nevoja me komunikim me qytetarët. Ju e keni parë shumë në rast shumë interesant. Ju e keni parë për shembull se në momentin kur ka qëllime me çu dikan para burgim. Me njerë thojnë se rrjedh informacioni i për një gazetarit me të cilët mund të ketë komunikime, informacioni se X personi është arrestuese, edhe gjyqtari thotë presioni publik do të më çon para burgim ose prokurori. Derisa kur nuk dojnë ata i çesin iniciale dhe është e pamundur dikush me kuptuar se kush është me ato dy shkronja të cilat postojnë. Dhe kjo është njëra prej metoda mund të themi njëra prej formave më interesante që e përdorin struktura persona të caktuar për presionin me ushtru tek institucionet të drejtësisë. E keni parë që shumë ngjarje janë zhvilluar ose kanë marrë jehonën ose kanë marrë mosa institucionet të drejtësisë kur publiku, kur media i kanë ngritur në nivelin e duhur. Prandaj po them që ka shumë raste, shumë çështje që media si merr vesh, qytetari si merr vesh, dhe ato kalojnë në për sirtara apo në për vende të cilat realisht janë të kontrolluara dhe janë për llogaritë grupeve të caktuara, qofshin ata në subjekte politike apo qofshin në institucionet të Republikës Kosovës. Mirë.
Sa ka sigurin rajonin ton, zoti Elezi? Ja, Donald Trump ka kritikuar NATO-n dhe aleatët evropian, madje ka lënë kuptohet se Amerika mund të rishikojë rolin e saj në aleancë. Nëse Amerika kritikon Evropën për çështje të sigurisë brenda NATO-s, atëherë ku e gjen veten rajoni jon, ku e gjen veten Kosova? Mos harrojmë, gjenden armë në Kosovë, relacione çfarë dihen që i kemi me Serbinë për çështje të sigurisë, Shqipëria plot protesta, në Maqedoni çështjet e natalitetit të cilat po kështu shpeshherë mund të dinë, shpresoj që jo dhe s'po them për këtë rast, po mund të dinë të jenë tema që ndezin tema të tjera më të rënda. Si është siguria në rajonin tonë? Nderuam Lorek, pikërisht është problemi se kur fokusi i shteteve të rajonit është në zhvillimet e tyre të mbrëmshme, kur fokusi i aleancës të sigurisë më të madhe në botë NATO është në zhvillimet e mëdha, kur fokusi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në çështjet që janë, mund të themi, me ndikim global, Kosova mbetet si jetim, për faktin që ekziston rreziku se në këtë situatë tepër të, mund të themi, të organizuar në dimensione jo në drejtim të cilat Kosova mund të ketë interes, atëherë mund të themi më mirë të defokusuara në zhvillimet e mëdha, atëherë Kosova çdo ditë më shumë mund të jetë letë e kapërbishme për arminkun e saj që në këtë rast është Serbia. Mos të harrojmë edhe një fakt tjetër nderuam se ka kritika publike se Kosova ka ndërhyrë edhe në Maqedoninë e Veriut, ka kritika publike se Kosova ka ndërhyrë edhe në Shqipëri tani së fundmi në protesta, dhe krejt këto mund të me bëjnë Kosovën edhe më të ndjeshme, më fragjile sa i përket rrezikut për një kanosje që mund të vijë nga burimet cilat janë në sipërfaqe e që mund të financohen, mbështeten nga strukturat e inteligjencës suaj, për shembull ruse, serbe e tjera. Ju e pat për shembull se siç thash edhe më parë, Serbia ka arritur që përmes qytetarëve të Republikës Kosovës me bindje radikale fetare të rekrutoj njerëz të dërgojnë në Siri. Të njëjtit pashtu Serbia ti kapitalizoi në raport ndërkombëtar se Kosova mbetet një vatër e rrezikshme ku prodhon radikalizëm dhe që është e rrezikshme për vetë faktorin ndërkombëtar. Janë shërbimet sekrete të huaja, këtë detyre kanë. Me kriju rrethana që në Kosovë me evolu krimi, që në Kosovë me evolu jo siguria dhe me prezentu në forumet ndërkombëtare si një vend i cili mënyrë aksidentale është bërë shtet dhe nuk meriton që të jetë shtet. Ju e dini që në vazhdimsi Serbia ka ngrit këto diskutime rreth asaj se Kosova është një shtet artificial i krijuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e që s'ka kapacitete me i zbatu as zotimet e saj ndërkombëtare në raport me të drejtat e minoriteteve të garantuara nga qeveria e Kosovës në raport me faktorin ndërkombëtar. Prandaj, përformimi i sigurisë i vendit tonë, e sidomos sigurisë politike, është obligim kombëtar. Nëse një vend performon keq në aspektin e sigurisë politike, ai krijon rrethana që shërbimet e huaja me bëj ata që të tyre përmes të cilave krijon dyshime tek qytetarët, mosbesim tek qytetarët se Kosova është një vend i brisht, se Kosova është një shtet jo shtet, e që në fakt qytetarët fillojnë me marrë vetë drejtësi, e keni parë që numri i veprave krimeve është ka rritet. Pse? Sepse qytetarët kanë humbur besimin. Kemi për shembull një veprim politik shumë të rëndë që Kosova për një kohë gjatë nuk i kishte zgjedhur kryeprokurorin e shtetit, i cili kishte kaluar gjitha filtrat, derisa ishte një vendim politik si se kishte kaluar. Kemi një shqetësim rreth asaj nëse qeveria aktuale, nëse pushteti aktual ka pas ndikim në zgjedhjen e kryeprokurorit të Këshillit Prokuroral të Republikës Kosovës, përkatëse është kryetari i Këshillit Prokuroral të Republikës Kosovës, apo kryetari i Këshillit Gjyqësor të Republikës Kosovës, dhe ka një shqetësim se tani në këtë periudhë kur kemi ushtruar detyrat e presidentit, kryeministri e ka siguruar një farë forme për me sjell në krye të shtetit një kryeprokuror për cilën mendohet dhe dyshohet që mund të jetë ndikuar politikisht. Krejt këto të dhëna besoni që trajtohen nga faktorin ndërkombëtar.
trajtohen nga partnerët, edhe konsiderohen si mjete të cilat janë përdorur për me cënu sigurinë kombëtare, sigurinë politike, sigurinë ekonomike tutje, edhe në një fakt tjetër për shembull që ka një impakt në drejt për drejt, mund të themi sfida e gazit langshëm amerikan. Po. Ju e dini që u detyrush SBA-ja përmes përfaqësuesit diplomatik të saj në Prishtinë me thonë që ose nga Amerika ose nga Rusia, dhe pse se përmendi Rusin, po që la të nënkuptohet, duke thënë që Kosova rrezikon të mbetet jashtë rrjetit gazit amerikan, edhe në qoftë se kjo mbetet jashtë, do të ndikojë në mënyrë drejt për drejt në marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kosovën, si dhe me çështën e ekonomisë. Prandaj këto zhvillime nderuam të mund të themi të gjitha në rajon që ju i përmendët, dhe defokusimi i kapaciteteve politike e sidomos sigurisë politike të përfaqësuesve politik në Kosovë, duke kriju situata të rënda të natyrës politike, mungesa institucioneve stabile, presidenti, kuvendi, qeveria, duke sjellur Kosovën në një vëmendje jo të mirë sa i përket mundësisë së investimeve nga investitorë, sepse në këtë situatë politike askush nuk vjen me investu, sidomos me rastin e kontroll global i cili erdhi në Kosovë dhe u sfidu duke u detyruar që të shkojnë në arbitrazh, edhe ku Kosova dëmtuar me mbi 20 milion euro. Prandaj i nderuam Lore, që çështja e cenimit të sigurisë nuk bëhet vetëm përmes mjeteve të forta, armëve ose grupeve të caktuara. Ka një zinxhir dhe shërbimet sekrete janë të orientuara në departamente. Një departament i cili mirret me çështjen e sigurisë politike, financon grupe të interesit që i përfshin në parti politike, më pas edhe në qeveri, dhe ushtrojnë ndikim tek përfaqësuesit të udhëheqësit të shtetit për të A ka të tilla te politika e Kosovës, apo aludon se ka deri në qeveri? Ne kemi pa akuza publike. Ose apo thu drejt për drejt se ka? Po, dhe këtë e mbështes në deklarimet publike duke u nisur nga deputat Parlamentit të Kosovës, të cilët në kuvend e kanë akuzuar vetë kryeministrin e Republikës Kosovës që shërben agjendave të Serbisë, duke u nisur nga... Është e mundur? Në aspekt në sigurisë të trajtohen si të mundura dhe mjaft të besueshme për arsye se i njëjti... Ka qenë burgosur. Ke parasysh të flasë edhe në histori. Pa dash me përmend Albin Kurtin si individ përveçëm, shumica e spionëve janë rekrutuar në burgje. Është njëra nga metodat që përdoret. Po flet për këtë rast. Nuk po them për të, edhe pse ka pas dyshime, ju e dini që është një raport i policisë Kosovës ku dyshohet se zoti Kurti ka qenë me 2 zyrtar të BIA-s, madje është publikuar një dorëshkrem apo një dokument i dërshkruar nga 2 zyrtar të Kosovës. Megjithatë, unë e dini çështje me siguri se Albin Kurti personalisht është konsideruar, është trajtuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, derisa ai njëjtë nuk ishte në pushtet, dhe më kujtohet që unë kisha angazhime në atë kohë me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ku 2 persona, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, ishin subjekt të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Mos po deskripton informacion të ndjershëm apo jo? Jo, për arsye se nuk kam një mandat për me kufizimi të këtij lloji deklarimi, nuk u nxjerrë asgjë nga angazhimet operative të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, derisa kryeministri dhe presidenti kishin marrë detyra ku kishin qasje në informacione dhe dokumente klasifikuar. Kjo që po e tregoj është që i takon një aktivitet, ju e ditë që bazë të asaj aktivitetit Dojana Mihalit i kishin ndaluar dhe hyrja në territorin e Republikës Kosovës, e cila bashkë me Bojkena e Bazë për një kohë nuk kanë mundur me hyrë në Kosovë, madje nëse s'gaboj, Bojkena e Bazë nuk ka arritur që ta kryej çështjen e rikualifikimit për me pas drejt ose jo si person i rrezikshëm apo jo për Kosovën, dhe nuk mund të hyjë në Kosovë, derisa Dojana Mihali jo që hyri në Kosovë dhe që u rikualifiku, po më një ditë të vetme brenda ditës mori shtetësinë nga presidenti e Republikës Kosovës Vjosa Osmani. Prandaj janë këto të gjitha të dhëna që par nga aspekti i sigurisë, par nga aspekti i inteligjencës, në një shtet normal, që funksionon normal, që primare ka çështën kombëtare, edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe kryetari i parlamentit, edhe ministrat intervistohen, s'është marrë. Madje është kënaqëri nëse ti jap një intervistë e cila do të ishte në dobi të trajtimit ose jo të ndonjë elementi spionazhi. Shumë më mirë është më intervistu dhe me mbyll dyshimet rreth asaj se çka ka ndodhur në atë veturën ku përmendet kryeministri i Republikës Kosovës, rreth asaj se si kryeministri i Republikës Kosovës kishte pas mundësi në atë kohë me deklaru para, më kujtohet, para mediave në forma të arrestimit të tij në prezencë të autoriteteve
të Serbisë, janë këto të dhëna që unë po të isha në vend të Albin Kurtit, unë edhe kisha kërku vetë nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, me më intervistu në cilësinë e dëshmitarit, për me pa nëse ka mundësi Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, bashkë me Prokurinë dhe Policinë e Inteligjencës, me pa nëse dikush, grup, person, e kishë përdor pozitën e tyre që është afër. A mund të jenë thjesht akuza politike? Mund të jenë për qëllime politike. Ju kujtohet që kundrejt apo ndaj lëvizjeve vendosë ka pas disa akuza shumë të rënda, sulmin në televizionin e Kosovës, sulmin në parlamentin e Kosovës, ka pas aktivitete të ndryshme, të cilat ne e dimi se kanë një epilog përfundimtar, dënimi apo vendimi në gjykimin e gjykatës. Megjithatë, shqetësimet në aspektin e sigurisë trajtohen shqetësimet publike. Derisa ka politikan, derisa ka qytetar, derisa ka përfaqësues subjekteve politike të fuqishme, opozitare, që akuzojnë një drejt për drejt. Më kujtohet ish kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës dhe ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës e pat cilësu, pe citoj Kadri Veseli, pa thënë se mos harroni Albin Kurti do t'ja sjell Serbin këto. Ka qenë deklaratë e tij dhe në një shtet normal, në një strukturë të sigurisë së Republikës Kosovës, një deklaratë e tillë, edhe në atë rast edhe vetë ish kryetari PDK-s, ish kryetari parlamentit, kondash më intervistu, çka? Sepse nuk janë gjitha diskutimet, adresimet vetëm për konsul publik. Nuk më është gjitha gjona ato, nuk e di nëse ka ndodhur. Megjithatë, Prokuria Speciale e Kosovës kondash me autorizu Policinë e Kosovës me intervistu Kadri Veseli në cilësinë e dëshmitarit për ato pretendime. Njëjtë sikur se presidenti i Republikës Kosovës, pasi që ju heq mandati presidentes, doli dhe tha natën kryeministri, natën javë kemi zgjumin disave dhe tha se ka njerëz të rrezikshëm që udhëheqin qeverinë e Kosovës. Tha presidenti jon. Edhe pse unë personalisht kisha kërkuar në rastin e Banjskës, më intervistu presidentin e Republikës Kosovës nga Prokuria Speciale e Kosovës dhe u atakova nga presidentja, madje duke dhënë deklarata të cilat në mënyrë drejt për drejt mund të rrezikojnë familjen time. Prandaj mund të them që në atë kohë unë kisha kërkuar sot po të njëjtën gjë që unë kisha kërkuar nga presidentja me dhënë deklarat para instruksionit se zbohet në mënyrë shkrenari, sot presidentja thot në ora 3 natës më Banjska dhe jap me dyshuese se janë largu rreth 80 terroristë nga territori i Republikës Kosovës. Kur një president në nivelin një personi që ka pas qasje në informacione të kualifikuara, të klasifikuara, dhe thot një deklaratë të tillë dhe nuk ka asnjë ndërmarrje të veprimeve, unë muj me konsideru që ne jemi një farë lloj pak shteti, por në asnjë mënyrë shtet, sepse në vende të tjera mëngjes pa u bë drita, nëse është bërë ndarë deklarata, intervistohesh, edhe pa të keq shihet nëse vërtet ka diçka presë deklarate të presidentit të Republikës Kosovës. Tash kemi dy gjëra. O presidenti i Republikës Kosovës alarmoi qytetarët në pozitën e ish presidentës se rreziku i Kosovës është serioz, ose ajo ka bënë deklarim të rrënjshëm, ose kemi të bëjmë me fshehjen e veprës penale në kohën sa presidenti ishte presidente. Në të tri rastet kemi të bëjmë me marrëdhënie juridike që e ka parapok kodi penal e që duhet më u trajtu. Ose vërtet është rreziku dhe më mor mosat, sepse çka nëse nesër ndodh diçka dhe presidenti ka mbajt fshat për një kohë të gjatë, ose ku e dimi nëse presidenti ka pasur informacione të ndjeshme në raport me Banjskën, sepse ajo tha në 3 natës i kundosh me për gjumin. Çka nuk kupton, nuk mund të president shteti me dalë dhe me fol si shtojnë populli hashamet, deklarimet të cilat e trazojnë në brendi qytetarën e Republikës Kosovës, japin alarm më të mëndshëm të jo sigurisë. Prandaj në këtë rast unë nuk e di nëse ka ndodhur, po unë kisha rekomanduar presidentin e Republikës Kosovës Vjosa Osmani që me një deklarim të njoftoj Prokurinë e Republikës Kosovës, një prokurinë speciale, se çfarë realisht din për atë ngjarje dhe kush janë ata që rrezikojnë sigurinë kombëtare. Në të kundërtën, unë personalisht konsideroj këto deklarata shumë të rënda dhe që mund ndikojnë në drejt për drejt në mund të themi në investimet në Kosovë, në perceptimin e qytetarëve të Republikës Kosovës me jetu apo jo Kosovë. Ju e dini që shumë njerëz e morën shumë për afër çka deklaron presidenti ose ish presidenti dhe ndoshta kur është që ka një pasiguri kaq të madhe, marr familjen dhe ik largohet nga Kosova tash. Për cilën e ka bë presidenti? Realisht po paralajmëron një rrezik të madh, po i thotë qytetarë largon pikë të veni, apo po e cënon dikan politikisht. Në çdo aspekt unë kujtoj që ne duhet më mësu, e kemi bërgj të tyre moral, kombëtar, ligjor, që nëse kemi një informacion i cili mund të jetë i rrezikshëm, mund të përmbajë element procedurës penale, duhet me adresu minimalisht me deklarat në institucionet kompetente që prokuria dhe policia. Zoti Elezi Knaçi që pata mundësi të
bisedojmë bashkë. Faleminderit shumë që na erdhët sot. Uroj që nuk e kam cënu asken në këtë adresime, thjesht personat të cilët mbajnë pozita shtetërore gjithmonë janë në fokusat të mendimeve dhe adresimeve tona. Gjithsesi që po dhe media e lirë jep hapësirën për trajtimin profesional të tyre, duke mos qenë si të them, vetëm duke i dhënë hapësirën dhe duke mos qenë palë në trajtimin e temave. Faleminderit shumë. Gjithashtu.